popullat, ose që për arsye të ndryshimeve infrastrukturore, pra ndërtimit të rrugëve të reja dhe të shpejta, mund të përdorin spitale dhe qyteteve pak më të mëdha. Pra ke qytete që kanë spitale që nuk vlejnë më, mund t'jenë qendra të emergjencës, që ti të marrësh ndihmën e shpejt, sepse nuk mund të shkosh deri në qytetin më të afërt, por që nuk ka nevojë që ta përdorësh spital kur është 30 minuta larg një qyteti që ka një spital më të madh. Atëherë mua më vjen mirë që e ngritë tamam këtë, sepse është një nga prioritetet. Një nga prioritetet tona është reforma spitalore. Ç'do thotë reforma spitalore? Fillon me vlerësimin e gjendjes së spitaleve që kemi, dhe kjo bëhet në bazë të dy grupeve të indikatorëve. Një është lëvizje demografike, sepse vërtet Shqipëria ka pasur lëvizje demografike të rëndësishme. Këtë nuk e mohojmë, dhe duke më absolut distancat midis qyteteve dhe qendrave, dhe tjetra është grupi e indikatorit të performancës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po përmend dy nga këto indikatorë, është shfrytëzimi i shtratit dhe qëndrimi në spital. Do me thënë, sa më shumë të shfrytëzosh shtratin, sa më pak të ri pacientë në spital, aq më efikase është dhe është mjekësia. Kjo është e thjeshtë për ta kuptuar si. Kështu ne tash kemi mbledhur të tëra këto të dhëna në të gjitha spitalet dhe po punojmë me ekspertë si të Bankës Botërore dhe të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Është shumë e rëndësishme që të kesh edhe ndihmën e ekspertëve si tanët që njohin shën, po edhe të huajve, për të përgatitur një masterplan spitalor si do eci më përpara. Dua në fakt të siguroj dëgjuesit që nuk ka plane për të plani është gjithmonë për të rikualifikuar ato spitale dhe ato zona që janë jo performante. Patjetër, po se nuk ka, kjo është normale. Mund të qosh të personel të përforcosh spitalin e madh që ka më shumë dhe të lësh një emergjencë në një qytet të vogël, se s'duhet përmend emra qytete se do thonë. Po janë qytete që janë dikur kanë qenë 1 orë e gjys, 2 orë larg qytetit të madh. Për arsye janë 20 minuta, kjo nuk ka sens për jam shumë dakord dhe këtë në fakt po e bëjmë dhe shpejt do dalim me një plan konkret zbatimi. Kjo është pjesa e diagnostikimit, pastaj zbatimi dhe sigurisht do jetë me faza, sepse është një ndryshim shumë i madh për sistemin. Që do marrë sa kohë afërsisht? Do të fillojmë me një rajon të caktuar dhe pastaj do vazhdojmë. Dhe unë shpresoj që brenda aktivitit të fillojmë ta vëmë në zbatim. Në një nga anketat e bëra nga Bashkimi Evropian, i cili synonte të shihte po themi shkaqet e azil kërkuesve, njerëzve që transferohen dhe kërkojnë vizë qëndrimi permanent, jo ata që kërkojnë azil politik, po që kërkojnë qëndrim, shkaqet kryesore në Shqipëri, një nga 3 shkaqet kryesore është sistemi shëndetësor. Pra njerëzit largohen për arsye të sistemit shëndetësor, i pari ishte arsimi, për arsye të arsimimit të fëmijëve. Kryesisht, pra mendojnë që fëmijët do keni të ardhme më të mirë, do arsimohen më mirë, se sistemi shëndetësor, dhe pastaj ishin probleme tjera që lidheshin me pasigurinë me të ardhurat ekonomike. Pra nuk është ekonomia, janë mungesa e 2 shërbimeve jetike për çdo shoqëri në botë. A ka realisht Shqipëria mundësi ta përmirësojë këtë shërbim shëndetësor? Absolutisht të ju mund toni që është perceptim, po dhe perceptimi është ka që rëndësishëm. Ati ku ka perceptim, duhet punuar për të ndryshuar perceptimin. Kështu që nuk, unë jam shumë e hapur ndaj perceptimin dhe analizave që dhe mirëpres Biles Bashkëpunimin për të identifikuar të gjitha këto probleme. Dhe ka absolutisht ati punohet, po punohet si që dini, po punohet për përmirësimin e sistemit onkologjisë. Këtë e kam thënë disa që kam sfidë personale sepse kam punuar edhe në qendra të onkologjisë janë shumë mira. Mua një kolegu im më ka sjellë sot disa pyetje si janë të mjet, pra i ka bërë ai sepse unë nuk i kisha hyrë kaq thellë, dhe më thotë që onkologjiku ka 12 vite, është teknike, pra 12 vite pa brakiterapi. Ka punuar vetëm 8 muaj. Si duhet ja bëj një grua me kancer ginekologjik, thotë? Brenda vitit do ketë brakiterapin. Do ketë brenda vitit. Si mundet të Shqipëria nuk ka një PET scan? Si bën një pacient për të bërë PET scan? Do të shkojnë në Turqi pastaj, siç ndodh zakonisht. Ka absolut. Po, kjo është një por, atë që duhet theksoj këtu është prapë për të sjellur dhe qytetarët, ngritja e shërbimeve të reja, sepse PET scan nuk vjen vetëm me PET scan. Blerja një makinerie ose një do kërkon trajnimin e person patjetër. Eksakt, faleminderit. Mjekut imazhist, po. Ne nuk kemi tani këtu mjek të kualifikuar. Unë kam punuar vetë, kam qenë kualifikuar të raportoj PET scan. Që Shqipëria
një vend që aspiron të jetë kandidat nuk është antari korekte që Bashkimit nuk Evropian, ka- mos ketë një PET scan i Nuk është cili korekte që nuk përdoret në ka- SBA prej sa vite, se ju keni punuar atje. Vite me radhë, në vitet 2000 janë PET skanet e... PET scanet e parë, prej 25 vitesh, ndërkohë nuk e kemi akoma. Dhe mund të kishim specializuar një mjek drejtëmor, ku do mund të shkuar. Këtu duhet të them diçka që është shumë e rëndësishme, dhe që e kam pasur gjithmonë, është një gjë që ka funksionuar gjithë karrierës sime, jo për mua vetë si person, por vërtet si për sistem. Duhet ngritur sistemet. Nuk mund të specializosh përpara dhe pastaj merr PET scan ose nuk e merr. Është e gjitha ekosistem. Po, a jeni duke bërë diçka në këtë drejtim? A ka diçka Po, konkrete? kemi ka konkrete, jemi në bashkëpunim dhe kemi rifilluar koordinimin me Agjencinë Atomike, unë isha në Vjenë para 2 javësh, dhe kemi riparë gjithë programin, ka një bashkëfinancim për PET skanin, por që përfshin trajnimin e mjekëve për të raportuar. Nuk ka një shifër eksakte, sepse varet nga modeli, varet nga programi, por atjo që arrohet është edhe parashkrim për lëndë radioaktive. Sepse që ta prodhosh, po e shpjegoj me terma të thjeshta publik, që të prodhosh lëndë radioaktive duhet kesh të paktën 3 deri në 4 PET skan në vend. Duhet jenë 4-5, nuk përdoret do të një vetëm. Me një duhet ta transportosh nga diku. Prandaj ka dhe teknikalitet të tjera, por të gjitha janë të zgjidhshme, është ajo që duhet e parë në të gjitha halka, se një halkë zinxhiri mos funksionoj. Dakord, po ama një qytetar nuk i hyn shumë gjërave, i kërkon një rezultat, dhe unë prandaj po kërkoj Unë e kuptoj, po duhet ju unë dhe ekipi im. Onkologjiku dhe onkologjiku ka qenë një nga piket shumë të nxehta të vitit kaluar, edhe për arsye të angazhimit gazetarëve, edhe për arsye se është një nga gjërat më të vështira që njeriu përballë në jetë. Tani, kanë munguar medikamentet tek onkologjiku një periudhë të gjatë kohë, mund t'ju vënë në dispozicion dhe afate gjëra. Nuk ka problem. Çfarë do bëj me këta njerëz? Si mund një njeri me kancer, po përdor fjalën më vulgare, jo vulgare, por më të nuk është kancer është një terminologji që përdoret. Që vjen për të gjetur shpëtim dhe s'gjen ilaç. Atëre, këto janë probleme dhe pak të trashëguara. Nuk i ekzistojnë, janë probleme reale. Është përmirësuar situata e ilaçeve dhe ju e keni ndjekur besoj dhe ecurin. Ne kemi, unë gjithmonë mënyra se si punoj dhe me grupin është që sigurisht ka probleme akute dhe do gjesh zgjidhje të emergjencës, që duhet të adresosh me njëherë atë që mungon atë moment. Por aman, duhet të ngresh sisteme të qëndrueshme, sepse nuk vazhdoj gjithmonë me shuajtje zjarësh, se me thënë, me mikromenaxhim. Kjo është më e keqja, zgjidh një situatë dhe pret sa të bëhet alarm për situatën tjetër. Patjetër. Eksakt, prandaj, ne tani po punojmë, dhe është një reformë e vërtet, për zgjerimin e listës së rimbursueshme të barnave, sidomos në pjesën e onkologjisë, dhe kjo siguron një shumëllëshmëri dhe një qëndrueshmëri të pajisjes me barna. Dhe, duhet ta theksoj, dhe kjo është bërë në të njëjtën kohë në sinkron me përditësimin e të gjitha protokolleve të trajtimit. Do t'i kthejmë se gjë se kjo është shumë e rëndësishme, por kur mendoni ju që çështja e barnave të onkologjikut, që është kthyer në një makt shpeshherë edhe në media dhe në brenda spitalit, po dhe jashtë spitalit, do konsiderohet e zgjidhur? Sa kohë do marrë? Unë mendoj që brenda vitit të paktën do arrim që të sigurojmë ato barnat që janë të domosdoshme në trajtimet sipas skemave të europiane të trajtimit. Mos harroni diçka, që duke qenë se këtu nuk kemi pasur mundësinë e bërjes së studimet klinike, clinical trials, nuk arrin të futen disa barna inovatore që janë që farma i sjell, sepse duhet kesh edhe facilitete për të bërë shpirta kërkimit shkencor. Domethënë është ajo që thamë gjithmonë gjithçka ndërtohet. Nuk u ndërtua Roma për një ditë. Patjetër, kërkon kohë. Prandaj kërkon kohë dhe është ajo që them duhen bërë dhe proceset dhe e kemi është prandaj instituti i ri i onkologjisë që do krijohet brenda aktiviti
Vizioni është, jo vizioni, po plani dhe do bëhet, është që do investohet dhe në ndërtesën dhe do kryohet një kat, një qëndre posaçme për trial clinic. Unë nuk mund them që në Shqipëri do jemi në pozicionin që të bëjmë phase 1, pjesën e toksikologjisë të sevis të ilaçe, sepse dhe bota ka dashur vite për ta bërë. Por, në fazën e tretë, kur vërtet jepen për efikasitetin klinik, besoj që... Si janë protokollet e mjekësisë shqiptare? Janë bashkohore? Në fakt, protokollet ne i kemi njësuar për t'i arritur me Europian, disa kanë qenë bashkohore, disa më pak, por të tëra tani janë bërë njësojt dhe me pjesëmarrjen e mjekëve specialist të Institutit Nacional të Tumoreve në Milano. Po niveli i mjekëve shqiptar si është? Niveli mjekëve shqiptar në përgjithësi është shumë i mirë dhe dua të them diçka sepse... Me që ju keni punuar jashtë dhe i keni njohur dhe këtu. Janë të updateuar me zhvillimet? Sepse sot mjekësia po ecën me ritme shumë shpejta. Updatimi nuk është perfekt në asnjë vend botës dhe varet dhe ku punon. Edhe në Cambridge kishe ose edhe në Memorial kishe mjek, kishin më të updateuar se të tjerët. Patjetër, se është edhe pak drive personale dhe ambicie personale. Sigurisht ka një minimum. Prandaj nuk mund të them ne kemi kapacitete shumë mira në disa fusha, mbase kemi më të mira sepse ka. Kush janë fushat më të avancuara që ne kemi, që e njohim veten për më të avancuar? Tani nuk dua të jem shumë specifike, por sigurisht kardiologjia me gjithë hemodinamikën janë të avancuara. Në fakt, atit... Dersa të blem dhe ata krevatët që të shkojnë... Jo, s'tash kardiokirurgjia, në fillim kardiologjia do arrita kardiokirurgjia. Ose? Jo, do arrit, mos, unë nuk kam problem me të përballoj të vërtetën. Pa tjetër, se dhe të përballoj kur vjen fillim e përballon sepse nuk ke përgjegjësi vetë. Jo, unë kam përgjegjësi sepse që ditën... Sot e tutje përgjësia të mbetet juve? Unë e kam marrë që ditën që fillova, kam përgjësi nga momentin që fillova për atë që do bëj. Nuk është e thjesht, kuptohet, por unë kam, sepse kam një përgjësi do dyfisht, unë kam një përgjësi për postin politik që kam, por kam një përgjësi shumë të madhe se jam mjeke. Dhe në karierën time, për mua pacientët kanë qenë, e kam adhuruar pjesën e pacientët, se kam ndalur kur dhe mund të them diçka më mungon. Më mungon vërtet kontaktin me pacientët. Ka momente që Po ju keni bërë dhe kërkim shkencor dhe menaxhim, thatë, pra nuk është vetëm problemi. Jo, i kam bërë, por deri moment dhe fundit që kam marrë, 50% e kohës sime ka qenë dedikuar me kontaktin me pacientët. Zonja Sale, një nga problemet me cilat përballet vazhdimisht Shqipëria dhe të gjithë të ftuarit tu mund t'ju dëshmojnë, besoj, po edhe unë e ndjej sa herë bëj një emision, është problemi i ilaçeve. Shqipëria ka ilaçe shumë të shtrenjta, mjafton të blesh një ilaç që është i njëjtë që vjen nga një vend i Bashkimit Evropian, është disa përqind më i shtrenjtë, mund të jetë 15-20, nga njëherë edhe 40% më i shtrenjtë, dhe e dyta ka pretendime, unë këtë nuk e vërtetoj dot se s'mund, që shumë prej ilaçeve nuk kanë efikasitetin që duhet kenë. Sa qëndrojnë këto të dyja? Atëherë, po e filloj me pjesën e... Ose efikasitetin. Me efikasitetin, sepse ne kemi një agjensi të barndave, që ka certifikimet europiane dhe që merr me regjistrimin dhe pastaj me kontrollin cilësor të barnave në bazë të protokolleve që ka. Unë nuk dua të hyj në detaje sepse nuk jam specialiste asaj fushe, por gjithmonë kam thënë që unë jam shumë transparente. Dhe në qoftë se vërtet ka dyshime, duhet të vërtetohen dhe pastaj të merren masat e duhura. Kjo është jam shumë e qartë në këtë. Qëndrimi është shumë i qartë. Rregull, ky është çështja e zbatimit ligjit pastaj. Të ligjit, të protokolleve, të pjesës etike, të gjithçka, në bazë të legjislacioneve që ka një vend ose një tjetër në fuqi. Në pjesën e çmimeve do marr rastin këtu sepse ka pas në media një zhurmë shumë të madhe për rritje çmimesh, për ulje çmimesh, dhe ka pas një konfuzion. Që shumë ilaçe janë më të shtrenjta në BE se sa në Shqipëri. I njëjti ilaç. Atëre, atë që kemi nuk ka rritje të çmimeve në këtë vit, në 2026, në krahasim me 2025-ën. Vërtet nuk mund të shkoj mbrapsht në vite, sepse duke qenë se s'kam qenë pjesë e sistemit, është shumë kollaj të komentosh për punë të tjera. Jo, po a ju ka rënë në sy që çmimet janë më të shtrenjta në disa ilaçe? Nuk e kam vënë re, sepse mbasaj nuk kam pasur nevojë për ilaçeve, por duhet të theksoj një gjë shumë të rëndësishme që po punojmë për një e para është transparenca në vendosjen e çmimeve dhe konsistenca e punës. Dhe si thash, zgjerimi i listës së banave rimbursueshme që shumë e rëndësishme dhe sapo e përmenda. Dhe
Përmirësimi i metodikës së përcaktimit të çmimeve, që është e rëndësishme sepse e mban hyrjen e barnave të cilësisë së lartë dhe inovative. Kam dhe 7 minuta. Një nga problemet më të prekshme që ne kemi, më të ndjeshme, është emigrimi i mjekëve.